Prandaj, buru me islamin tënë, mos u dërzo, diu krenar në fejen e Allahut dhe të jesh i qetë. Nga se Allahu Gjellëshanu neve me këtë fe në kanë ngritë. Allahu Gjellëshanu thot, kur muslimanët të devotshmi, ata që kanë dituri, provokohen prej tjerëve, i flasin të tjerëve, dhe se jo ignorant, ti duhet t'ja kthejnë ati me pace, t'ja kthejnë ati me mençuri. Si shta Allahu në Kur'an, wa ibadu rrahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Që do të thotë, robëri e të gjithë mëshirshmit janë ata që ecin në për tokë të qetë. E ku të paditurit, ignorant, gjahilet, i sulmojnë ata me fjalë, ata i përgjigjen selam, pace qoftë ju. Ky islam është jo, thuaj selam, thirrni në pace. Ky është islami ynë, i cili rrjedh për fjalës islam, selam, pace. Nuk e kemi ndërmend t'ju luftojmë, por do t'ju trasin derisa jemi gjallë, edhe nëse na sulmon. Prandaj, ky është islami, dini Allahut azza wa jalla.